Nuk mendoj se e kemi iden, dhe unë besoj, po e them për vetes, mendoj se e kam iden akoma. Sado që e kam studiuar, kam folur për të, për fuqin e vërtet të fjalëve, sepse mund të them se po ta kishim bërë vërtet, atëherë do të ishim shumë më të kujdesshëm për ato që themi. Mirë, si prisni që Perëndia të përdor gjuhën tuaj për të ndryshuar jetën e njerëzve të tjerë, nëse do të përpiqeni ta përdorni atë gjysmën e kohës për të larguar njerëzit, për t'i përgojuar ata, për të bërë thashë theme për ta dhe për të qenë negativ. Forca. Fjalët tona kanë shumë lidhje me vajosjen në jetën tonë dhe ka edhe dhunti të tjera, e profecisë, e gjuhëve, interpretimi i gjuhëve, dhe kur vim tek gjuhët, secili fillon. Planifikoj që vitin tjetër të bëj një 2 mësime mbi dhuntit e frymës, duhet të zgjedh vendin e duhur, sepse e dini, ne nuk kemi, apo kemi Në një shërbesje imja, ne kemi njerëz që vinë nga çdo denominacion, dhe kështu unë përpiqem të përdor urtësinë. Unë s'dua t'ju trem, por dua t'ju ndihmoj. Dhe kështu unë flas në gjuhë, kam folur prej 40 vitesh, ndoshta është koha që bota ta di, kështu ja, sapo ua thash. Amen. Ju thoni, nuk e kuptoj këtë gjë, as unë, por Bibla thot se kur flisni në gjuhë, ju e lartësoni veten dhe ndërtoni veten tuaj në besim. Amen. Dhe kështu, është dhunti mbinatyrore, s'mund t'i shpjegojmë gjërat mbinatyrore. Dhe kështu, ka njerëz të caktuar që duan të thonë se ato dhunti kanë shkuar me kishën e hershme. Nëse ata kishin nevojë për to, përse do të kishim nevojë ne sot? Po them Perëndia im, dhe nuk ka asgjë në Bibël që thot se dhuntit shkuan me kishën e hershme në radhë të parë. Bibla na thot tek e para e Korintasve 13 se kur vjen i përsosuri, kur Majko po më trajnon nga vendi, kur i përsosuri vjen, atëherë do të kemi më nevojë për ato dhunti. Mirë, i vetmi i përsosur që unë njoh është Jezusi dhe ai nuk është kthyer ende. Dhe kështu, ne na duhet gjithë ndihma që mund të marrim. Dhe dëgjoni, deri atëherë, unë kam nevojë për fuqi të mbinatyrshme nga fryma e shenjtë, për të jetuar përmbi prishjen e kësaj bote dhe për të ruajtur gëzimin. Amen. Dhe kështu, kur jemi të vajosur nga fryma e shenjtë, e gjejmë veten duke bërë gjëra që duken si pa kuptim për ne. E dini, është sikur unë s'jam 40 vjeç, por jam 75 vjeç. Amen. 7-5, kam jetuar treqerekun e një shekulli. Dhe e dini, trupi ynë edhe mund të plaket, por brenda nesh mund të ripërtërihemi për ditë e për ditë. Dhe vitet tona të më vonshme do t'jenë më të mirë se të më parshme. Kështu, zbrisni nga ajo gjë e vjetër, asnjë s'është shumiri apo shumë plak që Perëndia ta përdor, dhe askush, unë e fillova shërbesën kur kisha 3 adoleshentë dhe një bebe në prerin tim. Mos më thoni se keni fëmijë, s'mund të bëni asgjë për Perëndin. Kur Perëndia ju vajos për të bërë diçka, ju mund të bëni gjëra që as nuk do të mund t'i kuptoni se si mundeni t'i bëni. Ja pra e thash. Kisha ndërmend të thosha diçka si kjo, por ja e thash. Kemi nevojë që vajosja e Perëndisë të derdhet sot mbi ne. Amen. Dhe si do të mund ta kërkoni atë nëse nuk e keni iden se çfarë është? Na nevojitet prania e Perëndisë në jetën tonë. Na nevojitet fuqia e tij në jetën tonë. Më kanë ardhur në majë të hundës të krishterët që janë të palumtur, të dëshpëruar, që mërmërisin, që zemërohen dhe ankohen. Amen. Pra, gjuha juaj.
Kështu kur fryma e shenjtë u derdh mbi ta në ditën e Pentakostit, gjëja e parë që ai bëri ishte se preku gjuhën e tyre dhe mendoi se duhet i kushtojmë vëmendje kësaj. E dini, ka një arsye për këtë gjë dhe Pali tha, thjesht të hym fare pak këtu, Pali tha mos ndaloni askënd që të flas në gjuhë. Dhe kështu nëse dikush ju thot, o s'mund ta bësh këtë, thoni, apostulli Pal tha se po. Dhe Pali tha, falenderoj Perëndin që unë flas në më shumë gjuhë se sa ju. Prapse prap tha, preferoj më mirë të flas pak fjalë që të kuptohen se sa të flas në gjuhë gjithë ditën, veçse kur është dikush që ta interpretoj dhe të thot njerëzve atë që po thuhet. Kështu le të mos e kthejmë në problem këtë. Por edhe të mos e shpërfillim. E dini, ka të bëjë me frymën e shenjtë, jo me gjuhët. Kur unë shkoj në dyqan të blej një palë atlete, nuk shkoj të kërkoj një palë me gjuhë. Blej atlete dhe gjuha vjen bashkë me to. Mirë, kur ju... O, Perëndia im, po i hap vetes shumë të lashe me këta. Kur ju kërkoni frymën e shenjtë, ai do t'ju jap dhunti që t'i përdorni për mirë, për të përfituar të gjithë, siç ai vendos dhe siç dëshiron. Amen? Dhe kështu, vërtet, nuk ka pse të flisni shumë për ndonjë nga dhuntit. Thjesht kërkoni frymën e shenjtë, kërkoni Perëndin dhe pa e kuptuar, do t'jeni duke ecur në fuqi të mbinatyrshme e do të keni çdo gjë që ju nevojitet për të bërë atë që Perëndia ju ka kërkuar të bëni. Në rregull, kështu. Thjesht po ju them këtë, nëse jeni të ulur e po mendoni sa dua ta kuptoj për çfarë po flet kjo zonjë, por nuk e kam iden fare, më duket vetja sikur jam i humbur, kam shkruar një libër. Dhe nëse nuk e kemi këtu me vete, titullohet Ta njohësh Perëndin nga afër, dhe aty flitet për dhuntit dhe frytet e frymës. Kam shkruar një libër tjetër për pagëzimin me frymën e shenjtë. Merrni këta libra dhe studioni, studioni. Nëse doni të dini diçka, mos prisni që dikush tjetër t'ju tregojë çdo gjë. Kini uri për Perëndin dhe thellohuni sa ta kuptoni. Nëse doni të dini më shumë për këtë që po flas, shkoni në shtëpi dhe bëni një listë alfabetike. Dhe Perëndia im, sot mund të kërkoni çdo gjë në Google dhe ai ju çon në drejtimin e duhur. Dhuntit e frymës, shkruajini dhe shihni çdo të dalë, dhe pastaj kërkoni shkrimet dhe studiojini vetë, do të shihni se është në Bibël. Nuk ka pse të jetoni pa fuqi. Nuk ka pse të jetoni pa fuqi. Ju do të merrni fuqi kur fryma e shenjtë, veprat 1:8 do të vinë mbi ju dhe do të bëheni dëshmitarët e mi në Jeruzalem dhe në gjithë Judenë, në Samari deri në skajin e dheut. Kur fryma e shenjtë të vi mbi ne duhet të kemi fuqi. Fuqi për të qenë të aftë të kontrollojmë veten, të disiplinojmë veten dhe të bëjmë atë që Perëndia do të bëjmë. Tani do të bëj një përpjekje këtu dhe të qetësohem për pak. Në rregull, do t'ju tregoj një histori. Dëgjoni. E kam bërë këtë aq gjatë sa mund të ndjej kur vajosja është vërtet e fortë mbi mua dhe kur ndoshta nuk është aq e fortë. Jam e vajosur të bëj këtë që bëj, por ndodh ndonjëherë që vajosja apo prania e Perëndisë është aq e fortë sa që unë ndihem sikur po fluturoj. Po them, unë nuk e kam iden cila do të jetë gjëja tjetër që do të dalë nga goja ime, por fjalët vazhdojnë të rrjedhin dhe duket se i ndihmojnë njerëzit dhe kjo është mënyra si vazhdoj mëtej. Dhe kështu, nëse nuk them ndonjë gjë, ndodh nga që nuk jam si ata folësit publik që kanë marrë mësime të posaçme për të folur në publik. Unë thjesht kam një gojë të madhe dhe Perëndia vendosi ta përdor. Amen. Unë isha, po them, gjithmonë kam qenë një komunikuese e zonja, mund ta përcjell mesazhin mirë. Dhe kjo vërtet është dhuntia kryesore dhe ndoshta e vetmja dhunti e fortë që kam shumë sens praktik, por e kam kryesisht këtë dhunti për të komunikuar fjalën e Zotit dhe duke qenë se nuk bëj shumë gjëra të tjera të mëdha, e dini nëse kjo s'funksionon, nuk mund të ndalem e të këndoj një këngë dhe thjesht e dini ti mahnis të gjithë. Po ju them se unë duhet të kem vajosjen e Perëndisë, ndryshe do të kem probleme. Në rregull? Kështu. Kur unë nuk e kam këtë, nëse e ndjej se vajosja nuk është shumë e fortë, atëherë mezi presa të mbaroj.
Dhe nëse shoh orën vazhdimisht, duke pritur me padurim sa të vi fundi, e di se kam probleme. Kështu kjo nuk më ndodh pothuajse kurrë, por ndonjëherë kur Zoti do të më tërheqë vëmendjen për diçka, më ndodh. Ju se kuptoni, por unë po. Kështu, shumë vite më parë, unë kalova një periudhë kohe kur isha duke mësuar, si që bëj gjithmonë, por thjesht ndihesha sikur nuk isha as pak vajosje dhe nuk më pëlqente. E urreja, ndihesha sikur çdo gjë që unë thosha nuk kishte kuptim. Kështu, i thosha David, ndihem sikur nuk kam fare vajosje. Ai thoshte, çfarë po thua, shkoj shumë mirë. Jam e kënaqur që Perëndia e fshektë nga njerëzit. Dhe kështu, kjo gjë ndodhi disa herë kur ngjitesha në platformë dhe thjesht i thash David, nuk e di çfarë nuk shkon, por nuk do të fles sonte derisa ta kuptoj. Kështu shkova në zyrën time dhe ai shkoi të flinte. Unë po i thërisja Perëndis të më tregonte çfarë nuk shkonte, por ai nuk ma tregoi. Mirë, ditën tjetër David tha, Perëndia më tregoi mua çfarë nuk shkon. A nuk ju vjen shumë inat kur Perëndia e bën këtë? Unë nuk dua t'i thuash atij çfarë nuk shkon. Dua të ma thuash mua dhe që kjo gjë të mbetet midis meje dhe teje. Mirë, në çastin që ai e tha këtë, unë fillova të shfryja, po, ti e di se çfarë nuk shkon, ti do të më thuash mua çfarë nuk shkon. Dhe kështu ai tha, unë e pyeta, në rregull, çfarë ishte? Dhe ai tha, mirë, të kujtohet ajo dita kur po flisje për filanin dhe ishte në fakt një predikues që unë njoh, dhe ti po thoshe, dhe unë kisha thënë disa gjëra jo aq të mira për atë predikues. Unë mendoja sikur ai ngatërroi dhe shpërndai në shumë drejtime dhe nuk dilte kurrë në thelb. Devi ishte dakord me mua. Por Perëndia nuk po merrej me të. Pastaj ai jo vetëm që nuk u mor me Devin për atë gjë, por i tha Devit se ishte problemi im. Tani e di se kjo duket për të qeshur tani, por si ishte kur po ndodhte. Dhe kështu, unë thjesht në fakt u zemërova shumë dhe u ktheva në dhomën time përsëri, vendosa të rria më shumë. Dhe u deshën disa ditë, por Perëndia më drejtoi te këto shkrime tek Jakobi 3:1-10 që do t'ju lexoj tani. Vëllezër të mi, mos u bëni shumë mësues. Mos u bëni shumë mësues duke ditur se ne që mësojmë do të kemi një gjykim më të ashpër. Do t'ju lexoj pjesën tjetër pas pak për një qëllim tjetër, por thelbi është se faktikisht unë kisha bërë diçka shumë të keqe si mësuese e fjalës së Perëndis, duke thënë diçka jo inkurajuese për një person tjetër që mësonte nga fjala e Perëndis. S'ka pse të gjykojmë të tjerët, por nëse doni të keni probleme, gjykoni dikë tjetër që po bën të njëjtën gjë si ju. Ndoshta jeni në grupin e adhurimit në Kish dhe keni një zë shumë të bukur. Dhe për dikë tjetër që këndon këngë si solist her pas here, ju thoni, ai s'mund t'ja arrijë notat e larta, nuk e di pse e lën të këndoj. Mirë, më mirë të pendoheni shpejt për këtë. A më kuptoni të gjithë se çfarë po them? Në rregull. Unë njoh një mjek që flet keq për mjekët e tjerë dhe mendoj, ti nuk e di çfarë po bën, duhet të kesh kujdes. Unë dua të fus pak frikë nderuese dhe marrënitje brenda jush sot, sepse Perëndis nuk i pëlqen kur bëjmë thashë theme dhe përgojojmë njerëzit e tjerë. Amen. Kështu, unë e kuptova dhe dëgjova Perëndin. E bëra këtë dhe një herë tjetër dhe ndodhi disa vite pas kësaj. Ishte e njëjta situatë, e njëjta pasojë. Ndonjëherë Perëndisi duhet të na mësojë gjërat nga dy herë. Vëllezërit e mi, mos u bëni shumë mësues duke ditur se do të kemi një gjykim më të ashpër, sepse të gjithë gabojmë në shumë gjëra, në qoftë se dikush nuk gabon në të folur,
Është njeri i përsosur dhe i aftë i vërfrej gjithë trupit. Kështu, wow, çfarë deklarate nëse dikush mund të kontrollojë gjuhën. Ai mund të kontrollojë çdo gjë tjetër në jetën e tij. Ja, u vëm fre në gojë kuajve që të na binden dhe ta drejtojmë kështu gjithë trupin e tyre. 2 shembuj këtu. Një fre në gojën e një kali është një copë e vogël metali. Por ai kal që mund të peshoj deri në 700 kg mund të kontrollohet pikërisht me atë copë të vogël metali. Kështu ai po thot se e gjithë jeta jon, drejtimi i jetës son, mund të kontrollohet nga kjo gjë fare e vogël që është gjuha jon dhe fjalët që flasim. A ka nevojë ndonjë për këtë sot? Së dyti, ja edhe anijet, edhe pse janë shumë të mëdha dhe shtyen nga erëra të forta, drejtohen nga një timon shumë i vogël atje ku do timonieri. Kështu, kapiteni i anijes qëndron tek një pjesë anijes dhe me një timon e drejton gjithë atë anije gjigante me një timon fare të vogël që askush nuk mund ta shoh. Nuk mendoj se e kemi iden dhe unë besoj, po e them për vetes, mendoj se e kam iden akoma, sado që e kam studiuar, kam folur për të, për fuqinë e vërtet të fjalëve, sepse mund të them se po ta kishim bërë vërtet, atëherë do të ishim shumë më të kujdesshëm për ato që themi. Amen. Tani, merrni një listë alfabetike dhe kërkoni thjesht fjalët e urta, thjesht lexoni fjalët e urta dhe nënvizoni çdo shkrim në lidhje me gjuhën dhe fjalët. Nuk ka asgjë më të rëndësishme se sa mënyra si mendojmë dhe si flasim. Amen. Vargu 5, kështu edhe gjuha është një gjymtyr e vogël, por mbahet me të madh. Ja, një zjarr i vogël çpyll të madh djeg, dhe gjuha është një zjarr. Një botë pa udhësie, ajo është vendosur midis gjymtyrëve tona. Gjuha e fëlliq gjithë trupin, ndez ecjen e natyrës dhe ndizet nga gehena. Mirë, a ju pëlqen ky varg? Sepse çdo lloj bisha, shpendësh, zvaranikësh e kafshësh të detit mund të zbuten dhe janë zbutur nga njerëzit, kurse gjuhën asnjë nga njerëzit s'mund ta zbus. Është një e keqe e papërmbajtshme, plot me helm dhe kjeprurës, me atën e bekojmë Perëndin dhe Atin dhe me të mallkojmë njerëzit që janë bërë sipas shëmbëllimit të Perëndis. Ne vim këtu dhe këndojmë këngë lavdërimi. Më pëlqen ajo kënga mbrojtësi ynë, dhe ne përulemi dhe lavdërojmë atë dhe adhurojmë dhe na pëlqen kënga. Po të mos doni ta dëgjonit këtë mesazh, do ta dëgjonit. Po të mos doni ta dëgjonit këtë mesazh, ka mundësi që dikush nga ju do të ishte larguar dhe do të ishte duke shkuar në shtëpi me dikë e duke thënë, e po, mendoj se ajo flet shumë gjatë ose ajo flet shumë fort. E dini, çfarë do qoftë. Po them, ne shkonim në kishë dhe pastaj dilnim për drek me miqt dhe kishim pastorin për drek. E dini, ishte sikur dreke e këndshme, me thashe theme për të gjithë në kishë, nuk dini më mirë, askush s'na kishte thënë këto që unë po ju them sot. A e beson njeri këtë që po them? Amen. Dhe me që gjuha është kështu, është e vështirë për ta kontrolluar. Pse ndodh që ne nuk durojmë dot pa ja thënë dikujt ato që kemi dëgjuar? Sidomos kur është diçka e keqe. Po ju lexoj diçka, mendoj se është e bukur. Në Greqinë e lashtë, Sokrati gëzonte një reputacion të mirë dhe respektohej shumë. Një ditë një i njohur e takoi filozofin e madh dhe i tha, a e di se çfarë dëgjova për mikun tënd? Prit një minutë, ju përgjigj Sokrati, para se të më thuash diçka, dua të kalosh një provim të shkurtër, e quaj provimi 3 filtrave. 3 filtra? Po, kështu është, vazhdoi Sokrati. Para se të më flasësh për mikun tim, do të ishte ide e mirë sikur të mendoje dhe të filtroje ato që do të thoshe. Ja pse e quaj provimi 3 filtrave.
Filtri I parë e vërteta. A je bërë absolutisht I sigur se ajo që do të më thuash është e vërtet? Jo, tha I njohuri, është diçka që kam dëgjuar. Në rregull, I tha Sokrati, pra ti as nuk e di nëse është e vërtet. Tani të provojmë filtrin e dytë, filtrin e mirësisë. A është ajo që do të më thuash për mikun tim diçka e mirë? Jo, faktikisht është e kundërta. Kështu vazhdoi Sokrati, ti do të më thuash diçka të keqe rreth ti, që si I sigur që është e vërtet. Mirë, prapë se prapë mund ta kalosh provimin, sepse ka mbetur një filtr. Është filtri I dobishmërisë. A do të jetë dobishme për mua ajo që ti do të më thuash? E po, në të vërtet jo. Mirë, tha Sokrati, nëse ajo që do të më thuash s'është e vërtet, s'është e mirë dhe s'është e dobishme, atëherë pse dëshiron të më thuash? Le të mendojmë për Jakobin 3:2 përsëri. Të gjithë gabojmë në shumë gjëra. Në qoftë se dikush nuk gabon në të folur, është njeri I përsosur dhe është gjithashtu I aftë I vërë fre gjithë trupit. Mateu 12:34 dhe 35. Sepse çka zemra qet goja. Nuk doja të thosha këtë, e po duhet ta kesh pasur në zemër që ka dalë. Amen. Sa më shumë të mendoni për diçka, aq më shumë gjasa ka ta thoni atë. O pjellën e përkash, si mund të flisni mirë kur jeni të këqinj, sepse çka zemra qet goja. Njeriu I mirë nga thesari I mirë I zemrës nxjerr gjëra të mira, por njeriu I keq nxjerr të këqija nga thesari I keq. Kështu ai po thotë se nëse ju e dëgjoni veten tuaj apo dëgjoni të tjerët, mund të zbuloni me njëherë se ç'lloj njerëzish janë ata. Dëgjoni veten tuaj dhe do ta njihni veten. Po, wow, vetëm kaq mund të thoni për këtë. Nëse bëni thashë theme, jeni thashë theme xhinj. Nëse ankoheni, jeni ankues. Nëse gënjeni, jeni gënjeshtar. S'po përpiqem t'ju bëj të ndjeni keq. Më duhet ta zbatoj këtë për veten time. S'dua të jetoj në një botë ëndrash ku unë jam e krishterë shembullore. Nëse vërtet kam disa probleme shqetësuese të cilave s'po u kushtoj vëmendje. Por është e rëndësishme se me kë shoqërohemi. Po ju them diçka, njerëzit me të cilët kaloni kohë kanë ndikim të madh në jetën tuaj, sepse si thash për vajosjen, besoj se është e transferueshme. Dhe unë besoj se ju filloni të merrni nga ato gjëra që keni rreth jush. Amen. Dhe kjo do të ndodhte me çdo që ju dëgjoni shumë, sigurisht që s'më ndodh vetëm mua, por njerëzit që më dëgjojnë shpesh. Për shembull, çdo mëngjes në makinë kur shkoj në punë dhe bëjnë këtë gjë prej vitesh, zot kaloj shumë kohë dhe dikush do t'u thotë, tani po flet si Joyce Meyer. Ose bashkëshorti juaj mund të thotë, po fillon të veprosh si ajo zonja. Mirë, është e vërtet, çfarë do qoftë ajo që keni rreth jush. Ju filloni të ngjasoni me të. Kështu duhet të keni kujdes me kë kaloni kohën, sepse të gjitha ata njerëz ndikojnë tek ju. Mos u shoqëroni me njerëz të cilët janë negativ, grindavec, thashë theme xhinj dhe përgojues. Amen. Shoqëroni me dikë që ka diçka të mirë për të thënë. Me dikë që është pozitiv dhe nëse ai ju thot sekretet e njerëzve të tjerë, është duke ja treguar dikujt edhe sekretet tuaja. O Perëndi, lutemi që ti të prekësh gjuhën tonë me atë zjarr të shenjtë. Pastroje gjuhën tonë, Perëndi. Na përdor për lavdin tënde. Na ndihmo të mos mendojmë se mund të lavdërojmë ty në kish e të shkojmë të flasim keq për njëri tjetrin gjithë javën dhe përsëri të mbartim praninë dhe vajosjen tënde në jetën tonë. Nëse duam të përjetojmë më shumë fuqinë e frymës së shenjtë në jetën tonë, ne duhet të kuptojmë rëndësinë e fjalëve tona. Fjalët e gabuara apo negative pengojnë fuqinë që ajo të funksionojë në jetën tonë.
Kur mësojmë të themi atë që Perëndia thot për veten tonë dhe për të tjerët, fuqia e tij do të shtohet në jetën tonë dhe ne duhet të zgjedhim. E dini, ju mund të zgjidhni fjalët tuaja dhe duhet ta bëni këtë me kujdes.